përballë lidhur me çfarë mund t'i ngrihen akuza për sa i përket qeverisë, keqpërdorimit të fondeve apo të cilët sfidat e korrupsionit, të krimit të organizuar e tjerë, të cilët janë objekt e punës tyre. Do në është diçka që një mesazh që tregon për pavarësinë e tyre dhe këmbguljen dhe si tillë nuk lejon në interferimin këtë nga ana paktën formale e komunikimit, pavarësisht perceptimit apo paraqykimit që mund të bën për shkak të interferimeve politike apo ndikimit faktorëve të tjerë. E qartë, por në sytë e publikut, zotë Elezi, si ndikon ndërkaq edhe përplasja mes qeverisë edhe opozitës pra sa i përket edhe perceptimit për pavarësinë e SPAK-ut? Ndëruar, kjo nuk i përçan shoqërinë dhe e bën të polarizuar në sensin e asaj që don dikush ushqen ndjenjën e paragjykimit dhe një keq perceptimit lidhe me këtë organ që e shef si produkti i vazhërancës e krijuar për të goditur opozitën, ndërkohë që realiteti i punës saj nisur nga rezultatet e produkte që kanë gjenë, ka qenë që më së shumti në masa sigurie dhe subjektet procedimit i kanë qenë pjesë e qeverisës, ndërkohë që nuk janë kursyer dhe liderët të opozitës apo të tjerë të cilët akuzohen për vepra të ndryshme të penale që janë brenda jurisdiksionit të trajtimit të kësaj gjykate dhe këtij organi. Dhe mendoj që përballja apo polarizimi që i bëhet opinionit publik nga dy anët e politikës përkundër akuzave që i ngrihen këtij institucioni nuk ndikon pozitivisht në perceptimin lidhur me të. Por mendoj që kjo do varet më së shumti pavarësisht këtyre akuzave, do varet më së shumti nga integriteti i atyre të cilët janë mbartës këtij pushteti dhe ato e përçojnë këtë perceptim dhe e përkthejnë me vendimet që marrin, me rezultatet që arrijnë dhe i përmbysin tablon e ngjarjeve dhe perceptimeve bazuar mbi atë që ato arrijnë. Dhe koha do të tregoj, por mendoj që deri më sot ka një histori për të përshëndetur pavarësisht problemeve të hacura apo akuzave të ngritura lidhe me paragjykimet apo perceptimet, të cilat do jetë koha e cila do të testojë lidhur me çdo gjë që ka kaluar apo që do të vijojë. Po mendoj që shoqëria shqiptare kishte domosdoshme një strukturë të tillë edhe për të zbërë mitin e paprekshmërisë çdo kujt lidhur me atë që është bërë për gjatë 30 sa vitesh këtë vend dhe bëhet. Për të thënë që nuk keni një mund pavarësisht mandateve të zgjedhura apo edhe të emëruara në keqbesim të qeverisjes të fondeve publike, po edhe të besimit qytetar, të cilët meritojnë më të mirën për këtë vend i cili ka vujtur pasojat e regjimeve komuniste diktatoriale, por edhe pamundësisë për të integruar dhe për të marrë shanset që i ofron ky vend, të cilat qeverisja duhet t'i afrojë dhe jo të marrin rrugët e Evropës dhe të botës duke lënë këtë vend djerë dhe ku më së shumti ndër shumë kërcënime dhe sfida ngelet edhe ajo demografike, cili është një element edhe i fuqisë kombëtare të një vendi, sepse po shohim përditë që ka probleme demografike, shpopullime e tjera të cilët janë një kërcënim për të vërtetës, kemi parasysh elemente e fuqisë një shteti, territori, popullsia, ekonomia të tjerë, ku pa popullsi në aspektin demografik, kuptohet gjithë të tjerat janë të kushzuara. E qartë. Mirë, zotë Elezi, pyetja e fundit për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund, a është tashmë koha që SPAK pra të hyjë në fazën e dytë goditjen e korrupsionit të niveleve akoma më të larta, edhe nëse kjo do të shkaktonte krizë politike? E nderuar, po të referohemi asaj që zoti Dumani thanë në raportin që ai nuk niset nga emrat, po niset nga provat, është një parim, po themi ligjor dhe kushtetues në udhëtimin e tagrave dhe punës e një organi akuzë dhe organit e drejtësisë që për çdo lloj pretendimi, fakte rrethanat të cilët mund dyshohet çdo kush pavarësisht nivelit hierarkik, janë ato provat të cilët ballafaqohen me këto fakte dhe mbi bazën e tyre të bëhet vlerësimi, analizimi dhe vendimarrje. Dhe gjithçka do të shkohet dhe analizohet përmes provave dhe fakteve, përmes provave, të cilët në rast se do të provohen si të tilla, atëherë nuk do jenë të kursyer asnjë nga target apo subjektet e ligjit. Dhe në këtë drejtim mendoj që
janë arritë rezultate, kemi parasysh bilancin e tyre në termat e atyre personazheve të jetës publike dhe politike të cilët sot janë vuajnë në masat sigurisë si persona në hetim apo edhe në gjykim, që janë të nivelit të lartë, po kemi parasysh që askush nuk mund të targetohet për shkak të hierarkisë, po për shkak të provave të cilët asociojnë dhe lidhin emrin e tij me akuzat e ngritura. Dhe në këtë drejtim çdo lloj, po them, asociimi apo për ta instrumentalizuar spakun për goditje në nivelet më të larta, atë mbase edhe mund gjykohet apo perceptohet si një përpjekje për ta instrumentalizuar si pjesë e luftës politike midis aktorëve dhe forcave kryesore. Por që asgjë nuk mund të thuhet me siguri, pra shko sa që gjërat nuk provon, por akuzat politike dhe ato të bëra publike të përkthehen si akuza të drejtësisë, me fjalë do kohën e vet të provimit dhe maturitetit dhe është një proces i gjatë dhe nëse do kemi një interpretim të tillë çdo akuzë politike të shkojnë në dyert e spakut e tjerë, atëherë do bënte pjesë e politikës. Pjesë e politikës do instrumentalizohet si e tillë dhe kuptohet atëherë mund flitet që këto organe po dalin edhe jashtë misionit për cilin ato janë krijuar mërsvillje, sepse vetë në punën e tyre kanë edhe përmbushin edhe misionin, përmbushin e tyre edhe në mënyrë proaktive, pa dashur që gjërat artikulohen edhe publikisht, po edhe përmes indiceve të rrethorta ato mund shkojnë drejt ngritjes së akuzave të tjera, por nuk besoj që në spaku deri tani do të marrë një rol tillë, në sensin asaj që të ketë kryesisht godase pa prova, pa gjëra, leadershipe, apo të bëhet pjesë e instrumentalizimit politik. Por do të jetë brenda kuadrit të tij rregullator, ku mendoj që në detashti ka kaluar të testin e vet, po themi, dhe ka hyrë në fazën e maturitetit për ta çuar deri më shumë këtë mision të tij ligjor, kushtetues, patriotik, historik, sepse u përmbysën edhe mitet, u zbë edhe miti i paprekshmërisë, patyshmërisë, por është edhe një sfidë edhe për procesin integrues për hir të vërtetës, sepse Shqipëria tashmë ka kaluar fazën dhe është në fazën e definitive të procesit integrues dhe kuptohet shtylla kryesore e pushtetit, siç është drejtësia me ato problemet e veta, nuk mund të ishte kompatibël apo mund të ishte pranueshme për familjen europiane ku kishte probleme çështjen e drejtësisë, çështjen e pushtetit gjyqësor me gjithë ato problematika si me pronat, me çelimin e lirive të drejta themelore, me korrupsionin, krimin e organizuar e tjerë. Mendoj që spaku është një investim dhe kontribut i madh edhe në këtë drejtim për përshpejtimin e këtij procesi, edhe ka marrë edhe vullin e kohës për ish vërtetës me rezultatet e arritura, pavarësisht problemeve. Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet, ishte kënaqësi. Faleminderit, e nderuar edhe për mua kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, ishim me zotin Ardian Lezi, ku ndalem tek gjeopolitika dhe në pjesën e dytë tek zhvillimet politike në vendin tonë, bashkë do shihemi sërish në aktualitetin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.